Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 25 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. –25 janari është dita 25 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 340 ditë. Ngjarje. 1879 u themelua Banka Kombëtare Bullgare. 1881 Thomas Edison dhe Alexander Graham Bell formuan kompaninë Orienta, telefon kompani. 1890 Nelly Bly udhëton tokën rrotull për 72 ditë. 1915 Alexander Graham Bell inauguroi shërbimin transkontinental telefonik të SBA-ve. 1919 u themelua Liga e Kombeve. 1942 Tajlanda i shpall luftë Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. 1955 Bashkimi Sovjetik përfundon luftën shtetërore me Gjermaninë. 1971 Himakal Pradesh u bë shteti 18 i Indisë. 1981 Jiang Qing, e veja e Mao Zedongit, u dënua me vdekje. 1990 Avianga Flight 52 u rrëzua duke lënë të vdekur 73 udhëtar. 2004 Michael Saakashvili bëhet kryetar i Gjeorgjisë. Do të vyejmë ngjarjet historike dhe do të kthehemi shumë pas në kohë në vitin 41. Perandori Roma Caligula vritet nga rojet e tij pas një sundimi tiranik. Në vend të tij emërtohet Klaudi. Në vitin 1533 Henriku i VIII anglis martohet fshirëzi me Anne Boleyn duke shkaktuar një përplasje me kishën katolike. Në vitin 1554 u themelua qyteti i San Paulo në Brazil nga jezuitët. Në vitin 1858 filloi prodhimi masiv i armëve metalike nga Smith & Wesson, duke zhvilluar industrinë e armëve të zjarrit. Në vitin 1924 hapet për herë të parë lojrat olimpike dimërore në Chamonix, Francë. Në vitin 1949 Izraeli zgjodhi parlamentin e tij të parë, Knesset, pas shpalljes së pavarësisë. Në vitin 1971, Charles Manson dhe disa ndjekës të tij dënohen për vrasjet brutale të Sharon Tate dhe të tjerëve në Kaliforni. Dhe së fundmi, në vitin 1995, Rusia zbret një raketë të lëshuar aksidentalisht nga Norvegjia, duke parandaluar një krizë të mundshme bërthamore. Lindje. 1627 Lindi Robert Boyle, kimist anglez. 1708 Lindi Pompeo Batoni, piktor italian. 1874 Lindi William Scomeser Mangam, dramaturg anglez. 1882 Lindi Virginia Woolf, letrare britanike. 1904 Lindi Geza Frejt, kompozitor hungarez. 1917 Lindi Janio Quadros, politikan brazilian. 1922 Lindi Luigi Luca Cavalli Sforza, shkencëtar italian. 1926 Lindi Youssef Shanine, regjisor egjiptian. 1927 Lindi Antonio Carlos Jobim, kantautor brazilian. 1933 Lindi Corazon Aquino, politikane filipinase. 1935 Lindi Antonio Ramalho Enas, politikan portugez. 1935
Lindi Skënder Sallaku, artisti i popullit. 1938 lindi Leni Matsumoto, vizatues tipash japonez. 1938 lindi Etta James, këngëtare amerikane. 1942 lindi Eusebio, futbollist portugez. 1951 lindi Bill Viola, artist amerikan. 1954 lindi Richard Finch, basist amerikan. 1958 lindi Alessandro Batrico, letrar italian. Vdekje 1947 vdiq Al Capone, gangster amerikan. 1990 vdiq Ava Gardner, aktore amerikane. 1990 vdiq Enver Hadri, patriot shqiptar. 2015 vdiq Demis Roussos, këngëtar grek. Ndërkohë kem veçuar për ju biografinë e Eusebio da Silva Ferreira, futbollisti të njohur brazilian. Ju ftoj që ta ndiqni. Eusebio da Silva Ferreira, i lindur në Maputo, ish koloni portugese në Mozambik. Më 25 janar të vitit 1942, Eusebio u kthye në simbolin më të madh të futbollit portugez dhe një nga sulmuesit më të mirë në historinë e këtij sporti. I rritur mes varfërisë, ai mësoi të luante futboll në rrugët e varfra të qytetit të tij, ku fëmijët krijonin topit me një shug gazetash, të mbështjella me çorape. Bashkë me miqtë e tij më të ngushtë, ai filloi karrierën duke krijuar një skuadër amatore, që mori emrin Os Brasileiros, brazilianët, në nderim të kombëtares braziliane të botërorit 1950, që adoleshent dëshironte me çdo kusht t'i bashkohej skuadrës së zemrës, Benficës, gjë që arriti ta bënte vetëm kur ishte 18 vjeç, pas një betejë të mirëfillt mes kësaj skuadre dhe Sporting Lisbonës, ku nënshkroi kontratën. I u desh të qëndronte për 12 ditë i fshehur në një hotel në Algarve me pseudonimin Ruth Maloso, pasi Benfica dyshonte se rivalet kishin në plan ta grabisnin. Kjo luftë mes klubeve portugese u justifikua që në momentin kur ai zbriti në fushë me fanellën e Benficës dhe dha prova të aftësive të tij të jashtëzakonshme fizike, që i siguruan pseudonimin Pantera e Zezë. Gjatë pak më shumë se një dekade në këtë klub dhe me kombëtaren portugeze, ai dha një shfaqje të jashtëzakonshme të aftësive të tij, si golashënues spektakolar dhe një atlet që vraponte 100 metrat në 11 sekonda. Ndaj nuk është rastësi që ai në 7 sezone fitoi titullin e golashënuesit më të mirë në Portugali, 1963, 64, 1964, 65, 1965, 66, 1966, 67, 1967, 68, 1969, 70 dhe 1972, 73, vend ku zhvilloi një nga kampionatet më të forta të epokës. Për më tepër në 2 sezone 1967-68 dhe 1972-73 fitoi këpucën e artë si golashënuesi më i mirë në Europë, ndërsa siguroi edhe topin e artë 1965. Në këtë periudhë të shkëlqyer të karrierës së tij me fanellën e Benficës, ai siguroi 11 titull kampion në këtë ekip, ndërsa shënoi 316 gola në 294 ndeshje, duke kontribuar njëkohësisht që klubi të fitonte Ligën e Kampioneve në vitin 1962. Karriera e tij me kombëtaren portugeze filloi në vitin 1961, ndërsa ai veshi në 64 ndeshje fanellën e përfaqësueses iberike duke realizuar 41 gola. Shpërthimi i tij me Portugalin ishte padyshim në botërorin e vitit 1966, që luajt në Angli, ku ai shënoi 9 gola dhe u shpall golashënuesi më i mirë i turneut. Ashtu si dhe lojtari më i mirë i tij, paraqitje me breslëndse është ajo e çerek finaleve të këtij turneu përballë Koresë së Veriut, ku 4 golet e tij i mundsuan Portugalisë të përmbyste dizavantazhin 0-3 dhe të kalonte në gjysmëfinale fal fitores 5-3.
Pas largimit nga futbolli, Eusebio vazhdoi të qëndronte pjesë e këtij sporti, si një simbol i futbollit portugez, ndërsa emri i tij shfaqet thuajse në çdo listë atyre që cilësohen futbollistët më të mirë në histori, jo rastësisht Federata Ndërkombëtare e Historisë dhe Statistikave të Futbollit e ka përzgjedhur atë si lojtarin e 9 më të mirë të shekullit të 20. Ndahet nga jeta më 5 janar 2014. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për një nga aktorët më të vlerësuar britanik, pikërisht për John Hurt. John Hurt ishte një nga aktorët më të vlerësuar britanik, i njohur për një karrierë që përfshiu më shumë se 6 dekada dhe për rolet e tij të paharrueshme në kinema, teatr dhe televizion. Ai lindi më 22 janar të vitit 1940 në Angli si djali i një prifti anglikan dhe një inxhiniereje. Familja e tij ishte konservatore dhe John e kaloi fëmijërinë në një mjedis të rrept dhe disi të kufizuar. Megjithatë, pasioni i tij për artin u shfaq herët. Në fillim ai synoi të bëhej piktor dhe studioi art në shkollën e artit Grimsby dhe më pas në shkollën mbretërore të arteve. Por kur kuptoi se aktrimi ishte pasioni i tij i vërtet, ai e la pikturën dhe u përkushtua teatrit mbretëror të artit dramatik në Londër, ku nisi të ndërtoi bazat për një karrierë të jashtëzakonshme. Roli i tij i madh erdhi në vitin 1966 me filmin A Man for All Seasons, por ishte portretizimi i Quentin Cripps në dramën televizive The Naked Civil Servant në vitin 1975 që e ktheu në një yll. Performanca e tij e guximshme si një burr homoseksual në një periudhë ku kjo temë ishte tabu e bëri atë të admiruar nga publiku dhe kritikët. Hurt ishte një aktor që nuk ishte frikë të merrte role sfiduese. Ai portretizoi të huajin dhe të përjashtuarin në një intensitet dhe humanitet të rrallë. Në rolet e tij më të paharrueshme ishte John Merrick në filmin The Elephant Man të vitit 1980, kur performanca e tij e ndjeshme si një burr me deformime të rënda u nominua për një çmim Oscar. Gjatë karrierës së tij, Hart u shfaq një gamë të gjerë filmash, duke përfshirë filmin 1984 dhe Harry Potter. Ai ishte i njohur për zërin e tij të veçantë që e përdorte jo vetëm në aktrim, por edhe në narracione dhe audiolibra. Pavarësisht suksesit të madh, Hart ishte modest dhe shpesh fliste për vështirësitë dhe sfidat në jetën e tij. Do të vijmë në rubrikën Kuriozitete dhe sot do të flasim për kangurët dhe se si ata u shpërndan jo vetëm në Australi, por edhe në vende të tjera të botës. Kangurët janë ndër kafshët më unike dhe simbolike të Australisë. Ata i përkasin familjes Macrobodidae, që në greqisht do të thotë këmbë të mëdha. Kangurët u shfaqën për herë të parë në kontinentin australian miliona vite më parë dhe janë përjashtuar në mënyrë të përkryer në habitatet e thata dhe të hapura të këtij rajoni. Në fillim, vendasit aborigjen australian i quajtën këto kafshë kanguru, që në gjuhën e tyre të vjetër do të thoshte kafshë kërcimtare. Kjo është për shkak të mënyrës unike të lëvizjes së tyre, pasi ata përdorin këmbët e gjata të pasme për të kërcyer dhe për të mbuluar distancat e gjata me shpejtësi dhe efikasitet të lartë. Kangurët mund të kërcejnë deri në 3 metra me lartësi dhe të mbulojnë deri në 9 metra gjatësi me një kërcim të vetëm. Bishti i tyre i fuqishëm nuk u shërben vetëm për balancën gjatë kërcimit, por edhe si një mbështetje kur ata e qëndrojnë apo lëvizin ngadalë. Kangurët ushqehen kryesisht me bar, gjethe dhe bimë të ndryshme, duke u përshtatur në mjediset ku shpesh mungojnë burimet e ujit. Ato janë kafshë marsupiale, që do të thotë se të veçtë e tyre të njohur si joes, zhvillohen fillimisht në barkun e nënës dhe më pas për disa muaj mbeten në qesën e saj për të ushqyer dhe rritur. Sot kangurët nuk ndodhen vetëm në Australi, ata janë përhapur në kopshte zoologjike dhe parqe natyrore në shumë vende të botës. Përveç kësaj, disa kangurë janë sjellë në zona të tjera për arsye kërkimore, edukative ose si atraksione turistike. Megjithatë, habitatet e tyre natyrore mbeten unike dhe kryesisht të lidhura me Australinë dhe disa zona të rajonit të Zelandës së Re. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndete. Mendja është një barishte shumë e pasur në ushqyes për vlera në shëndetin ton. Vitaminat dhe mineralet që ajo përmban e rendisin atë ndër erëzat dhe barishtet më të shëndetshme për organizmin. Në mjekësinë popullore kineze, mendja përdoret gjithsesi për vlerat e saj qetësuese dhe aromatike. Ajo konsiderohet shumë e dobishme në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë, mushkërisë dhe zorës së trash.
Mendja sjell shumë benefite për shëndetin. Ka një përmbajtje të lartë antioksiduese që është një nga karakteristikat më bazë që bëjnë mendjen kaq beneficiale për shëndetin tuaj. Kjo bim përmban vitamina A, B, B1, B2 dhe C, si dhe minerale si zinku, kalciumi dhe magnesi. Mentoli, përbërja në gjethet e mentes, që u jep aromën e këndshme, ka gjithashtu veti analgjezike, anesteike dhe jo irrituese, ja cilat janë disa nga benefitet që sjell konsumimi i gjetheve të mentes. Konsumimi i rregullt i gjetheve të mentes ndihmon në përmirësimin e sistemit tretës. Mentoli është një përbërës që gjendet tek të gjitha barishtet e familjes botanike, ku bën pjesë mentja ose nenedjiku, të cilat qetësojnë muskujt e aparatit tretës duke zbutur dhimbjet e ftohura. Vlerat e mentes janë në përgjithësi pozitive në zhbllokimin e rrugëve të frymarrjes të prekura nga i ftohti dhe gripi. Ndihmon në zhbutjen e simptomave të alergjisë. Acidi rosmarinik, një agent antioksidues dhe antiinflamator në mente, është studuar shumë për potencialin që ka në lehtësimin e simptomave të alergjisë sezonale dhe të astmës. Ky antioksidant punon duke parandaluar enzimat COX-1 dhe COX-2. Higjiena e gojës. Mendja ndihmon në largimin e erës së keqe të gojës. Ajo është efikase kundër mikrobeve që akumulohen në dhëmb dhe në qiellës dhe optimizon higjienën e gojës. Funksionet e trurit. Aroma e mentes mjafton për të përmirësuar fuqinë e trurit dhe për të përmirësuar funksionet dhe aftësitë e tij. Mendja për tretje të shkëlqyer. Vaji esencial i mentes dhe nenedjikut përshpejton zbrazjen e stomakut nga mbetjet ushqimore. Mendja zbut dhe qetëson fytyn, hundët dhe pjesë të tjera të sistemit të frymarrjes. Është analgjezike. Studimet të kryera në Gjermani dhe Iran kanë arritur në të njëjtin përfundim. Mendja është një ilaç i mirë kundër dhimbjeve të kokës dhe migrenës. Në të dy rastet, ekspertët kanë konstatuar reduktim të dhimbjeve në masën rreth 40%. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 25 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ngrohta dhe të paqëndrueshme, duke sjellë mot të vrenjtur dhe rreshje shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira dhe rreshje shiu kryesisht në veriperëndim, ndërsa pasditja vijon me mot të vrenjtur në pjesën më të madhe të territorit dhe intervale më të pakta rreshjesh në jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten intervale të shkurtra me diell kryesisht në juglindje të vendit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 25 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 25 janar do të jetë rreth orës 6:51 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat 12 deri në 18 gradë Celsius. Korç 3 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 18 gradë Celsius.
Gjirokastër 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 18 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 25 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje të her pas hershme shiu. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta ndërsa pasditja vijon me rreshje lokale shiu në disa zona të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 25 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 25 janar do të jetë rreth orës 6:49 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 4 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 11 gradë Celsius. Pej 4 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 8 gradë Celsius. Suhare 3 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.